lutjet tona t'i drejtojmë te i madhi Allah fuqiplot që sa më parë të kthehet qetësia dhe të ndalet vrasja e njerëzve të pafajshëm gjithandej botës, por në veçanti në atë pjesë të botës nga se ka dekada e dekada ku njerëzit atje civilet të pafajshmit vriten me një gjak ftohtësi të pakuptueshme. Hoxh, më kujtu tash me të pyet, shoku se je hoxh nga Kosova, je më kompetent. Shpesh janë do zëra në për rrjetet sociale. Palestina e përkrah Serbien, Palestina nuk e njeh Kosovën. Si e kish komentuar këtë? Kjo është një çështje mjaft e ndërlikuar, por ne e dim se kur është shkatruar dhe ka marrë fund Jugosllavia, trashëgiminë e atij shteti dhe anën diplomatike dhe raportet me shtetet islame arabe dhe jo arabe e ka trashëguar Serbia. Për fat keq ata vazhdojnë të kultivojnë ato raporte, ndërsa ne nuk duhet të shiqojmë gjërat ashtu, nga se ne kemi shumë shtete mike të cilat nuk na kanë njoftur ende. Përpos shtetit Palestinës që ju e përmendet, ne kemi edhe shtete tjera që nuk janë shtete muslimane, pikërisht nuk janë shtete aziatike, afrikane, por janë shtete mike të Kosovës që kontribojnë, por nuk e kanë njoft shtetësinë e Kosovës. Palestina ka problem me tokën e saj, ka problem me gjeografinë e saj, ka problem me statusin e saj, prandaj tërheqja e paraleleve të tilla është e pakuptimt. Neve na vjen keq. Kudo në botë që vriten njerëzit e pafajshëm, kushdo qofshin ata, çfarë do besimi që kanë, çfarë do ngjyre që kanë, çfarë do gjuhë që flasin, cilës do racë që ata i takojnë, neve na vije keq, nga se Allahu te baraka wa taala në Kur'anin famlar tregon se vrasja e njerëzve dhe privimi nga jeta në mënyrë të padrejtë është abuzim dhe është shkatrim e fesadën tokë. Prandaj urojmë dhe lutim Allahun dhul xhelal që gjithë andej globit mos ketë luftra e gjakderdhë, por të ketë paqe, qetësi, mirëqenie dhe jetë të rehatshme.